Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Qeveria e Maqedonisë së Veriut me propozim të komitetit drejtues mori vendim për shpalljen e gjendjes së krizës në komunën e Gostivarit për një periudhë 30 ditore. Duke qenë se vetë qeverisja lokale nuk është në gjendje të përballet me situatën e krijuar në komunën e Gostivarit siç thuhet në komunikat, qeveria mori këtë vendim me qëllim të koordinimit më të shpejtë të institucioneve, rikthimit në funksion të sistemit të furnizimit me ujë dhe sigurimit të ujit të pishëm për qytetarët në afatin sa më të shkurtër. Njëkohësisht qeveria pret që Prokuria Publike të zhvillojë një hetim të detajuar dhe të zbardhë rastin plotësisht, duke theksuar se duhet të ketë përgjegjësi për secilin që ka rrezikuar shëndetin dhe jetën e qytetarëve të Gostivarit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Shqipëria mbetet vendi me peshën më të lartë të shpenzimeve për ushqim në raport me ekonominë. Mbeten pas vendet e Bashkimit Evropian dhe të gjithë rajonit. Për Kosovën nuk ka të dhëna. Në vitin 2025 shqiptarët shpenzuan për ushqime një shumë të barabartë me 20.4% të prodhimit të brendshëm bruto, që do të thotë se rreth 1/5 e gjithë ekonomisë përdoret vetëm për blerjen e produkteve ushqimore. Në rajon pas Shqipërisë renditet Malizi me 19.9% prodhimit të brendshëm bruto të shpenzuar për ushqime, pasuar nga Bosnja dhe Hercegovina me 19.1% dhe Maqedonia e Veriut me 17.9%. Serbia regjistron një nivel dukshëm më të ulët me 12.8% të prodhimit të brendshëm bruto. Raporti thekson se pesha kaq e lartë të shpenzimeve për ushqim tregon se familjet shqiptare vazhdojnë të shpenzojnë pjesën më të madhe të ardhurave për nevojat bazë, ndryshe nga vendet me ekonomi më të zhvilluar, ku një pjesë e madhe e buxhetit familjar shkon për arsim, shëndetësi, transport, kulturë dhe argëtim. Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Ermal Nufi vlerësoi se bashkëpunimi mes shoqërisë Scajo dhe kompanisë italiane Fincantieri, një prej kompanive më të mëdha në botë për ndërtimin e anijeve, përbën një hap të rëndësishëm në zhvillimin e industrisë së mbrojtjes dhe kapaciteteve detare në Shqipëri. Ministri Nufi deklaroi se marrëveshja me Fincantierin do të gjenerojë rreth 500 vende pune në kantierin e Pashalimani, duke krijuar mundësi të reja punësimi dhe zhvillimi për zonën. Gjithashtu ministri Nufi u ndalë tek hapja e shkollës ndërkombëtare të fluturimit në Shqipëri, e cila sipas tij përbën një tjetër investim strategjik për të ardhmen dhe një hap të rëndësishëm në transformimin dhe modernizimin e forcës ajrore. Në kantierin e Pashalimanit, ndërsa bashkëpunimi i fundit të nënshkruar me shoqërisë Scajo, shoqërisë Fincantieri dhe shkollës mesme pavarësia në Vlorë garanton trajnimin e të rive dhe të rejave në qytetin e Vlorës, në mënyrë që ata të jenë burimi njerëzor i parë për punën që të ndodhin në kantierin e Pashalimanit. Po këtë ofrim, hapja e shkollës ndërkombëtare të fluturimit është një tjetër investim strategjik për të ardhmen. Ajo përfaqëson një hap dhe një vlerë të transformimit dhe modernizimit të forcës ajrore, duke krijuar mundësinë që ne të kemi trajnimin e pilotëve këtu në Republikën e Shqipërisë dhe do të jenë të pajisur për të kryer operacione komplekse në ajër. Partia Demokratike në Shqipëri kërkon anullimin e menjëhershëm të kontraktës koncesionare 35 vjeçare për aksin Milot-Balltren, duke ngritur akuza për përfshirjen e një kompanie pjesë e konsorciumit fitues në një hetim të SPAK-ut. Nënkryetari i PD-s Belind Kolliçi në një deklaratë për mediat ngriti pikpyetje mbi procedurën e dhënies së koncesionit me vlerë fillestare rreth 365 milionë euro, duke pretenduar se fitimi garantuar nga kontrata mund të arrijë në rreth 1 miliard euro. Nënkryetari i PD-s ngriti akuza se kjo kompani ka lidhje me persona në hetim për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash, duke kërkuar që autoritetet të verifikojnë përfshirjen e saj në projektin e infrastrukturës. Bota. Presidenti amerikan Donald Trump miratoi një marrëveshje me Arabinë Saudite për një program bërthamor civil, i cili mund t'i hap rrugë pasurimit të uraniumit në mbretëri, raporton Wall Street Journal duke cituar burime nga administrata amerikane. Marrëveshja ka një afat 30 vjeçar dhe vlerësohet në 10 miliardë dollar. Kompanitë amerikane do të kenë një rol qendror në zhvillimin e infrastrukturës bërthamore të Arabisë Saudite, pa praninë e konkurrentëve të tjerë të huaj. Ndër elementet e marrëveshjes parashikohet dhe mundësia e ndërtimit të një impjanti për pasurimin e uraniumit, nëse kjo do të konsiderohet e nevojshme. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.